Çfarë bën Business Network Albania ndryshe nga rrjetëzimet tradicionale apo platformat eventet tradicionale të rrjetëzimit? Edhe dua di pak më, ndoshta më konkretisht mbi rezultatet që keni sjellë deri më tani. Ndryshe. Është një term, të them të drejtën, që nuk di ta cilësoj nëse është ndryshe apo jo, po di të them që ka një vlerë shumë të madhe në treg global dhe mund të them që është një organizatë e cila mbi të gjitha ka integritet dhe sjell vlerë. Nëse ky quhet ndryshim, mund ta cilësojmë si të tillë. Ajo çfarë ne po zhvillojmë, që është shumë e rëndësishme, ne po orientojmë në dy vertikale të ndryshme, pra digitalisht dhe fizikisht. Pra kemi një platformë shumë inovatore, e cila është ndër organizatat jo të vetme, po të pakta, të cilat kanë një platformë digjitale, ku një sipërmarrës nga Maqedonia fare thjesht mund të takohet me një profesionist ose me një sipërmarrës tjetër në Zvicër, në Paris, në Milano, whatever, kudo ku janë ata. Fare thjesht mund të shikoj profilet e kompanisë të këtyre personave, mund të shikoj gjithë informacionet dhe në të njëjtën kohë promovon dhe biznesin e vet. Përveç kësaj, ne kemi ndërtuar aty shumë funksionalitete që bëjnë shumë të thjesht gjenerimin e klientëve të rinj.